prej filozofisë që e kanë, me thonë, i japin vetës pak të në thej flat. Gajret, e di? Kur ajo, se nuk ekziston botë e ardhshme. Jo, ekziston, vëllë. Ati drejtohem, ekziston. Ekziston edhe rrira atë se si pas vendit ku vendi. Se cili ka me meritu vendin edhe në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Pas vdekjes do ta shohin ato prallë. Po, pas vdekjes e nes njës jeta. E nes një je, Ademi Islam jeton një jetën e varit. Barzekh quhet. Me ndoshta milion vite kanë me jetu njerëzit në varreza. E pastaj kena morin gjallë, të gjithë e kena me dhonë përgjithësi ndërmjet vete për gabimet, për hakun kush kujt i ka, edhe kafshet kanë me marr hak ndërmjet vete, e pastaj kush i miri, ka me hin direkt në xhenet. Ai i padrejti, që ato pedofila që i bërë me, direkt në xhehenem. Edhe ka me pas njerëz që kanë me qenë gabimtar, hin njerë dënohen, e lajnë vetën e dalin në xhenet. Po më prap kanë qenë besimtar, nuk kanë thonë pralla. Po, shive, njerëzit që janë besimtar, po mundën me gabu, ka gabime të randa, ka gabime të lehta, por jam duke folë për gabime të randa, Allah subhanahu wa taala është mëshirshëm, absolut mëshirë. Zoti nuk kënaqet mi dënu njerëzit. Ama njerëzit kanë më kërkuar Zot, do të thonë që shumë padrejtësi ka po. Edhe ai në xhenet edhe unë disi s'ka kuptim, jam i qartë. Për këtë shkak Allah subhanahu wa taala shumë i drejtë dhe drejtësi absolute ka. Edhe nuk i randon njerëzit ndërmjet vetë. Do të thonë secili me punën e vet ka më dhënë përgjegjësi para Zotit. Kthejuni Allahut, mos i thujini fjalëve të Allahut. Vallai po, edhe po që mire ke tash se më kujtove, do të thonë tash mos miremi me këtë çështje. Nëse do me beso. Ama jo tash me na akuzu. Pse na akuzon ne? Po ti në fund akuzoj veten, shive ku jem me vetveten, shive me çfarë plani e kalon ditën e natën, ku do me shku, çka do me bë. Ne për vete e kena vendos me mu marrë me Kur'ane, me Sunet, me feje, me familje. A kupton tash? Janë dy gjëra, ose me ne, ose me djallin. Nuk di edhe une çka të tham më shumë. Ama me na akuzu, shumë, bëna shajnë, bëna nënshmojnë, nuk ka lidhje. Inshallah Allah i udhëzon. S'na mërzitni. Po, jo, ato punën e lekum, din e kum vali e dit. Ne fejnë tonë, ju fejnë e juaj.